Sherbeta, si bëhet pagesa, bëhet sigurisht me cash, po jepet një kapar për para, pastaj jepet pjesa tjetër, ka rasti që nuk mbahet fjala, duke u nisur nga ky rast, dhe nga rrëfimet e Dumanit, ky fundi tregon që në gjithë ekzekutimet ku ka marrë pjesë Dumani dhe personazhet e tjerë të botës së krimit në Elbasan, fillimisht bëhet një pagesë, një kapar, gjithmonë sipas dëshmive të Nureddin Dumanit, dhe në rastin konkret të dëshmisë së këtij fundit, ku ka qenë në gjyq në përballje me personat e tjerë të arrestuar, të cilët më parë kanë qenë bashkëpunëtor me Nureddin Dumanin, në rastin e pagesës së 2 milionë euro për Erion Alibej, siç e tha dhe kolegu Maçi, kemi të bëjmë me një grup kriminal me të ashtu quajtur perandori financiare, ku nga operacioni i Spakut pam që vëllezërit Çopja në Dubai i pastronin parat në vendin tonë nëpërmjet exchange-eve dhe bënin transferte bankare të frikshme. Dhe tregon fuqinë financiare të këtij grupi kriminal i cili ishte përballur me Erion Alibej, dhe në dëshmitë e tij, në rrëfimet e tij, Nureddin Dumani tregon se sa thjesht këto krijonin, pra siguronin kushtet materiale për të kryer vrasje për shkak se kishin dhe baza financiare. Po Erion Alibej nga ana tjetër është dhe ky tani një i penduar. Është i penduar. Është bërë gjatë procesit, është bërë i penduar i drejtësisë. Sa ku ka që? Ka hequr dorë, ka një vit e ca që Erion Alibej hoqi dorë nga avokatët mbrojtës dhe pranoi ofertën e prokurorëve për të qenë dëshmitar, pra për të qenë i penduar, edhe për shkak sepse prokurorëve ju duhej në këtë fazë të hetimit për të ballafaquar të gjitha deklaratat e Nureddin Dumanit.